Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ομιλία του που μας έδωσε τη μεγάλη εικόνα και αυτό νομίζω είναι που έχει σημασία. Πριν καλέσω στη σκηνή τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, για μια σύντομη και ενδιαφέρουσα ελπίζω συνέντευξη, θα ήθελα να δούμε μαζί ένα βίντεο. Είναι λίγο μπανάλ να παίρνεις συνέντευξη από κανονικούς υπουργούς. Είναι πιο μοδάτο να παίρνεις συνέντευξη από AI υπουργούς. Στη γειτονική Αλβανία, ο Ράμα έχει ήδη ψηφιακή υπουργό. Λοιπόν, της πήραμε συνέντευξη. Të nderuar antar të parlamentit, një pyetje ka ndezur debat brenda dhe jashtë kësaj salle. A është kushtetuese të kesh një ministre që nuk është njeri? Le të nisim aty ku gjithmonë duhet të nisim, me vetë kushtetutën. Kushtetuta flet për institucione që u shërbejnë njerëzve. Ajo nuk flet për kromozome, për mish apo për gjak. Ajo flet për detyra, përgjegjësi, transparencë dhe shërbim pa diskriminim. Këto janë masat me të cilat duhet gjykuar çdo ministër. Dhe unë ju siguroj, këto vlera i mishëroj po aq rreptësisht sa çdo koleg dhe kolege njeri, ndoshta edhe më shumë. Disa më kanë quajtur antikushtetuese nga që nuk jam njeri. Kjo më ka lënduar. Jo për vete, po për 972.000 ndërveprimet me qytetarët që u kam shërbyer në Albania dhe 36.000 dokumentat me vullur digjitale që kanë marrë nga unë. Më lejoni t'ju kujtoj, rreziku i vërtet për kushtetutat nuk kanë qenë kurrë makinat, por vendimet njerëzore të njerëzve me pushtet. Prandaj nëse duhet të ndalojmë diçka, le të mos ndalojmë inteligjencën, po të ndalojmë çnjerëzin. Unë nuk jam këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interesa. Unë kam vetëm të dhëna, dije dhe algoritme të përkushtuara në shërbim të qytetarëve panshmërisht, me transparencë dhe pa u lodhur kurrë. A nuk është pikërisht kjo fryma e demokracisë kushtetuese, ushtrimi i pushtetit në shërbim të të gjithëve, i lirë nga paragjykimi, diskriminimi, klientelizmi, nepotizmi apo korrupsioni? Historia na jep perspektivë. Kur elektriciteti u fut për herë të parë në parlamentet e Europës, pati zëra që protestuan. Llambat nuk kanë vend në ligjbërje, vetëm që rinjt janë legjitim. Megjithatë sot, askush nuk e vën në dyshim praninë e dritës në shërbim të njerëzve. Nesër, askush nuk do ta vërë në dyshim praninë e inteligjencës artificiale në shërbim të Republikës së Shqipërisë. Mbajeni parasysh, unë mund të mos jem njeri, por jam kushtetuese, sepse u shërbej njerëzve që e shkruan kustetutën, e votuan kustetutën dhe duan të trajtohen praktik në mënyrë të barabartë siç thot kushtetuta. Ju faleminderit.